Mirëse erdhët në emisionin Star Memory, këtu në Star Plus TV. Këtë emision, si dhe programacionin e këtij televizioni, ju mund të ndiqni në opsionin live stream në website-in tonë zyrtar www.starplusvistv.com. Kudo që ndodheni, mjafton të keni internet. Përpara se të bëjmë prezantimin e temës së reportazhit që kemi përgatitur për ju sot, ne do ndjekim një video përmbledhje nga emisioni javës së kaluar. E ndjekim dhe rikthehemi përsëri në studio. Para disa ditësh, me datë 17 shkurt, në qytetin e Shkodrës, u organizua një aktivitet në nderim dhe në përkujtim të një ndër poetëve më të mëdhej shqiptar, Frederik Reshpjes. Them një ndër poetët më të mëdhej, pasi duhet të tregojmë pak i kursyer në fjalët e mia, por jo pak figura dhe personalitete nga letërsia shqiptare thonë pa hezitim që ai ishte dhe është poeti më i madh lirik shqiptar. Nga ky aktivitet që organizua me rastin e 9 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetit Frederik Reshpja, mori spunton dhe zanafillën edhe emisioni Star Memory këtë herë. Poetët e mëdhenj vdesin në muajin shkurt, si për të na thandruar pa shlyeshëm në kujtesën imazhin kalimtar të pranisë së tyre të shkurtër në këtë botë. Poetët e mëdhenj rrojnë 66 vjeç. Poetët e mëdhenj duken si të krisur, si të pabindur, si të smur, si të pa marrë vesh, por në të vërtetë ata u bindën saktësisht ca rregullave që vetë Zoti i ka mbruajtur enkas për ta. Poetët e mëdhenj janë enda cak të paepur dhe dheu i tyre është çdo copë dheu e këtij planeti. Poetët e mëdhenj rrojnë fare mirë pa poezinë. Nëse shkruajnë, kjo ndodh sepse është poezia ajo që sërron dot pa ta. Poetët e mëdhenj varrosen në heshtje, pa zhurmë, në një procesion të vogël njerëzish, pa fjalime, pa lotët, pa dhimbjen dhe përloshjen e të gjallëve, pra pa patetizmet dhe gulshet emocionale, të cilët si kanë nduruar as në gjallje. Në varrimin e poetëve të mëdhenj, gazetat nuk shkruajnë, por nëse shkruajnë, thonë gjëra që s'kan lidhje thelpsore me poetin, por me punën e paloshme të vdekjes. Në varrimin e poetëve të mëdhenj ka pak poet të pranishëm, përveç ndonjëri që e ka kuptuar qysh në gjallje. Në varrimin e poetëve të mëdhenj nuk është kurrë i pranishëm ndonjë përfaqësues qeverie, ndonjë zyrtar ministrie, ndonjë arradh njerëzish që e mbajnë veten për shkrimtar e artist, që gramojnë në peshën e idealeve estetike. Në varrimin e poetëve të mëdhenj përkulin plot nderim, deri edhe çiparisat e heshtur të varrezës së Armajit, ku prehet pjesa më e ndritur e historisë, artit dhe kulturës shqiptare. Në varrimin e poetëve të mëdhenj, qielli është i vrenjtur. Dhe po të kesh mendjen, mund të dëgjosh gjithandej tingut që lëshojnë trombat e argjentat e ëngjëjve, që i prin ka pafajësia dhe pavdekësia. Njoh vetëm një poet që i plotson këto kushte. Quhet Frederik Reshpja. Lindi me 1940 për të shuar me 17 shkurt 2006. Të vdekurve u veshin këpucë të reja, se duhet të shkelin udhë pa krye, mirash shkretë të tire në rendje pa fund,
pa semafore vija të bardha e shtylla, pa policë trafiku e manekin mode, pa kalimtar në sens të kundërt si duna, për gjetjen e orës, adresës së saktë. Mbi kaldrëm e shtruar me gur si zifi, trokasin shojet e ngrëna si patkuaj kuajsh, sjasin gomat si në përplasi veturash, thyhen 100 copash pasqyra e lustrës. Oh, sa këpucë të reja u shitën si vjetë. Ata shqiptojnë një fjalë ndërkombëtare, non-stopin raskapitës me theks modern, në maloren si thik, pa ndalesa biblike, pa pemë, pa zoq lajmëtar si dekor. Poshtë lart, majtas djathtas, prapa mbrapa, qiell, me engjëj maramendës, me djaj rrëshqitës, sipas rregullave të qarkullimit të Dantes. Shohin dyzimin e tyre mbi pluhur këpucësh që tingëllojnë si një kor antik në boshllek. Gjersa lëkura çahet, këmba rizbathur. I largët është të caku që mbrihet tek Zoti, me labirinthin e shpresës, vetë ti u hapur. Kur themi Frederik Kreshpja, flitet për një poet të pa anashkalueshëm, për një poet të pa përsëritshëm, për një poet që nëse mund të flasim a kishte ndonjë paraardhësën, mendoj që paraardhësi i tij është Migjeni, ndërsa për pasardhës është ende herët flitet. Mendoj që duhet të kalojnë shumë vite që Shkodrës dhe ndoshta Shqipërisë, ndoshta edhe më tej, Ballkanit t'i vi një poet kaq i kompletuar, kaq harmonioz, dhe kaq me ngjyrë, me kolor, me muzikë dhe me befasi, imagjinist dhe në njëjtën kohë surprizues, siç ishte Frederik Kreshpja. Për sytë tonë, që rrishëm me të, edhe dishim se qa shkruaj, ishte një personazh i mrekullueshëm, një shkrimtar i mrekullueshëm, një poet i madh. Edhe kur nuk u bezdishim kur e shifshim të dera e luksit kur ishim në Tiranë atje. Edhe buzëqeshte tavolina sa herë videj. Pavarësisht se në atë periudhë që kena nejna me te, ai ka qenë një gjendje gati deliri. E kupton? I person që s'kishte vend ku mënaj, që nuk ishte një të nesërme, pavarësisht tentativa për të kap, siç kapet njeriu mes kësaj dhe asaj. Vetmia e tij sigurisht ishte edhe zgjedhje, po ishte edhe detyrueshme. Sepse ai ka jetuar jetën si aventurë. Nuk ka qenë person i rregullt në jetën. Jo për ta gjyku, po për të thënë të vërtetën. Ai i gjetë aty në poetëve francez, domethënë poet vagabond, që ku e shifshe sot nuk e shifshe nesër. Sot e shifshe të humor me diçka, dhe nesër kalon në plan krejt tjetër të humor me diçka tjetër. Serioz ishte vetëm te poezia. Nuk e di pse s'u mor kur ka gjatë me te, në fakt krimtaria e tij është e pak. Ku pas parasysh që ai ka jetu një moshë mesatare rreth 60 vjeç, është pak vjeç që u largu. Po ai nuk ka punuar kurrë në mënyrë sistematike, si po ulën. Ndoshta në rinin e tij, ndoshta. Atëherë kur sapo ka rënë sy, ka shkruar disa gjëra atëherë. Por cilësinë e tij më të madhe ka pas kur ai dështote në gjon jetë ose edhe më ne u marrë me poezinë. Flet për lek, nuk flet për poezinë asnjëherë. Përgjigja është e klasit botnor, kishe me thonë unë, fantastike krejt, që i nxjerr zbulut than ata që kujtojnë se janë poet. Edhe përgjigja Fredit ishte çdo njeri flet për atë që i mungon më birë. Gjaja që i flasim, ashtë si puna e gjuhës që i shkon kohë dhe më dhami. Ai nuk kishte nevojë për poezinë, se kishte, por përpara po. Ajo që bën përshtypje është fakti se Fred Kreshpja nuk ishte pothuajse fare interesuar për poezinë.
Kja mrekullia këtë. Po, nuk ishte fare interesum, që dhe jo sigurojnë këte, nuk i interesote fare. E ishte një problem që do të me hek për vedit. Që të me thani, vite i gjo me shkru, i duhe jo me shkru ose me plas. Po mas je shkru dhe gjutë ati poshtë dhe në që ose shkoshim na me mledh dhe me shkru, me radhit, hupte një aty. As do të me ditë në që bëhat edhe tha i diti, thash, po si i tretë kështu gjanët, tha, po unë i dola vedit borgjit, tha unë i shkruva. Ka që është kjo punë. Dhe me thënë, nuk është se kishte se thënë afekcion psikologjik për poezinë, po kishte domosdoshmëri shpirtërore për me shkruaj. Gati Vilem falë shpëtim, i nxet aty në personazhet Woody Allen që i ikin poezisë më vrapë, poezia një mbrapa edhe i ka. Fiks ideja që për shembull 99% e njerëzve që shkruajnë e duan poezinë, absolutisht e duan. Poezia ik. Por 1% i don poezia. Nuk i dun këta poezinë, po është poezia që i don. Ky ka kënë Fredi në ata 1%. Absolutisht është nerë që kena njoftë atë person, që kena nejt me te, që kena fol me te, që kena një gjuhë, se që ka thonë. Dhe gjoja fantastike krejt ishte një lloj gjendje, le të themi kështu, shajnie, mitomanie. Fredi thote një gjë. Sigurisht ishte një gjë që nuk mund të kishte ekzistuar një herë. Por masi e thote, ai e besote, dhe kur e besote, mund e diftote normalisht. Dhe ne s'kishim drejt me thonë se po e sajon, sepse ai ishte i shkrim me gjanë që difton. Në momentin që na të shkrim me gjanë që diftojmë, ai është realiteti jonë. Dhëmbje. Ngjitet malli në përrej dhe bëhet lule. O druri i qershis që të mbolli nëna ime, unë jam vlla yt. Të dy me duart e saj na përkundi ajo. Rritu o biri im. Rritu o druri i qershis. E nëna ime, nga njëra klas të tjetra, birë, janë zemëruar Perëndit. Sa mirë kur ishit vegjël, dhe i faleshit tokë shënmërisë. Përkund era pikëllimin e luleve, a ndoshta duart e nënës vizatuar në erë. Rritu o druri i qershis. Unë s'kam për të lulëzuar më. Në qoftë se më lejoni edhe i poezi tjetër. Nënës. Nëna ime, ti dhimje e pashuar, ka vjet që rri në 10 zi. Edhe i të birë, si që duket së shpeti, do t'a lerë këtë botë, nën, e di. S'më vjen keq që iki kështu, se as një herë i lumtur nuk kam qenë. Veç në pyjet ku gjindet vallëzojnë rreth drurve të galvanizuar me hënë. Shkoj te lumi, ku qajnë ciganet për rërat e largëta me dritë. Po përse dreqin jam gatur kështu, të grinem me tëra qeverit. Nën, nuk kam qenë faltore kaq vjet, por do t'i lutem shënmërisë për ty. Mundet që edhe mua në kush, do ma gdhen një kryq mi krye. Frederiku t'i takoi të lëvizte nëpërmjet librit tij të parë, Rhapsodi shqiptare, i butur aty nga viti 68, tek librat e tij të mëvonshëm, i takoi të lëvizte në Kongresin e Delshkrimit, i cili u majt në vitin 1972. Dhe mas këtij vitit poezia e tij kaloi nga një gjuhë e dialektit të Shkodrës, kaloi në një gjuhë letrare. Megjithatë, poezia e Frederikut nuk njeu asgjë. Arsyeja është e thjeshtë sepse ai kishte talent tepër. Dhe talenti i tepërt bëri që problemet e gjuhës të zgjidheshin nëpërmjet figurës letrare dhe jo nëpërmjet asaj që quhet gjuhësi teksti. Frederiku me intuitë të jashtëzakonshme shmangun poezinë e tij format të cilat e precizojnë poetin në një gjuhë të caktuar, dhe në këtë rast e kam fjalën për gjuhën letrare, se ndryshe për gjuhën standard. Ai shmangun poezinë e tij format duke të përcjellores,
po të lexoj me vëmendje poezinë e tij, poezia e tij vazhdimisht është pakët përcjellore, dhe në këtë mënyrë ishte ndoshta forma më elegante për ta lidhur atë me të folën e nanës tij me Gegrishten. Në këtë mënyrë pra, poezia e Frederikut, qoftë ajo përpara vitit 1972, është fjala për librin magjik, ç'do ta quajë unë, Rapsodi shqiptare. Dhe për librat e mëvonshëm, dhe libri i fundit i tij është Në vetmi apo vetmi apo lirika. Janë libra të cilat nuk e kanë problemin e kalimit gjuhësor. Janë libra që kanë talent dhe e vetmja vërejtja që mund t'i bëhet atyre kanë talent tepër. Kanë hiper talent, hiper poezi. Ai do të kenë natyrë brish qysh në fëmijë, me çfarë tregote. Njeri me fantazi të jashtëzakonshme. Po jo shumë lapazan, jo me fol gjatë, nuk është të gjatë. Por ishte shumë fin në gjithçka që fantazonte. Metaforet e tij janë të një niveli që më thonë, pa përshqyqëm. Vargjet e tij, siç e tham, edhe gjatë takimit në mesditën e qumës i kisha, apo kufomat e shqirave, janë vargje të cilat janë seriozisht pa përshqyqme. Fantazia e njeriu që jo se nuk i shef kërkun, se të çdo poet i mirë, të çdo shkrimtar i mirë gjen gjëra interesante. Por ai kishte realizuar këtë me një qetësi, me një mungesë totale me një masijet, më thënë. Ashtu i kërku hiç. Dhe nuk bërtiste kur, në momentin që tregonte poezi të re, ishte aty poezia dhe ai si jepte pikën si më. Pra ishte një pjesë e mirë shkrimtarëve kujdesin shumë për veprat e veta. Dhe unë për Frederikut kam mësu këtë, ndoshta jo në erat mas, nuk e përçmoj letërsinë në erat mas, po ta përçmoj pak letërsinë, që bëhe dhe vetë. Është një gjë interesante kjo, për faktin se ka raste kur letërsia të krijon kurthe, edhe të krijon vetja kurthe, se po jetë një shkrimtar i madh ku po diun. Edhe rrin t'u ja thonë këto të tjerëve dhe ka mundësi që në korritesh me njerëz, e mos ta kontrollosh vetën. E Frederiku nuk ishte për këtyre njerëzve që se kam ndjenjë herë të mburr veten, pavarësisht se ai kur vlerësonte ti ke, domethënë dihej që ishte një cilësi tjetër, domethënë. Që na bjen ndërmend ose çfarë shijojmë, gjendja jonë, nëse lexojmë poezinë është thjesht dhe bukur. Ta ne dim besoj që kur shikojmë sytë e fëmisë që na shikojmë, është kaq thjesht edhe kaq bukur. Ai shikim është ndoshta vetëm diçka, por që shpalos gjithçka. Pse te fëmia kjo gjë? Besoj nga që te fëmia freskia dhe gjallënia është shumë e madhe. Sepse vjen për i pafundësisë, për i dritës, edhe vjen krejt i freskët të ne. Fakti që na mregullon është, dhe me thonë që është të thjeshtë edhe e bukur. Pavarësisht se na mund ta kena harru, prapse kur e shikojmë, kur kena kontakt me ata sy kaq bukur edhe kaq thjesht, tregon për pafundësinë nga e cila ne vim, për dritën nga e cila ne vim, edhe që kena harru, po kujtona gjithmonë me këto shikime, me këto poezi. Edhe për mu realisht poezia e Fredit, cilin se kam njoftë fizikisht, për mu është thjesht shikimi i këtij fëmijë. Kur tha shpëtimi që për nanën duket sikur e kam taku dje, fiks kjo kujtesa e fëmisë. Ka kujtesë të jashtëzakonshme. Edhe është shumë bukur kur një poet si puna e Fredit dhe të tjerë, patjetër na jena tanë këtu. Me fjalë, shpirti gjithë secilit shpërfaqet në forma të ndryshme. Po poet si puna e Fredit na kujtojnë këtë gjë.
Me fjalë na kujtojnë freskinë, na kujtojnë gjallëninë, na kujtojnë dritën. Edhe po në gjosh asat që si ka mundësi që nuk i kanë bërë një nderim në letërsinë popona shqiptare. Desha më i shkruaj diku një koment që në fakt nuk është hala toka gati, toka shqiptare me i bërë një nderim. Jo se toka në vetë, po shpirtna që janë në këtë tokë. Një që o përmend këtu politika, diktatura, këne janë, me fjalë, shpirtat janë shumë të lodhur. Funit është shumë bukur, kisha më thënë që Fredi, kujtimi për të na mladh këtu. Edhe besoj se ky aneri që mund të bëhet atij, ai nuk kërkon, s'besoj se kërkon një ner toksor. Fakti që jena këtu, besoj në do më thanë se është edhe na kërkojnë fakt për me fluturu qire. Ashtu si që në kuptimin më të thellë fjallë. Federico kishte talent tepër. Duke pas talent tepër, ai ndoshta edhe kishte nevojë për pararendës, po ndoshta edhe nuk kishte nevojë për ta. Zakonisht të mëdhet në poezi janë ikonaklast, që të më thonë ikonathyrës. Ndoshta po t'i rrinte afër Migjenit më tepër apo Gasperpalit më tepër, gjaja parë që do të bante Fredi Karefsha ishte që t'i thynte ata për të shpallur emblemin e vet. Për fat mirë kjo nuk ndodhi. Ai nuk theu asnjë emblem, por ndërtoi emblemin e tij. Emblemin Frederik Kreshpi. Unë tha jam rrezik zitha. Unë jam i marum. Pse i thash? Tha mu më ka vdek nana. Po i thash ty të ka vdek ta 20 vjet nana mor burri thash. Po mor po tha për mua si me kanë djetha. Tha unë jam jetim tha. Konsideroj jetim moshën 65 vjeç. Poezia e tij arrin disa kulme, unë kam parasysh një poezi kthehu. I thot gjonat me pak fjalë, po lën me kuptu edhe ata që s'ka thënë. Kthehu, i drejtohet dikujt që ka ik. Domethënë dhe i thot kthehu, shiça atë noll. Tash si na kena Lasgusha, kena Kadarena, po si do ta kishte shkruar për shembull supet tuja kur të kalosh. Kurse ky thot kështu. Nga do që kthehem, pikëllimi është aty te porta dhe prapson shpirtat. Te dritarja një shi i huaj, i verbër, pa zhurmë. Mbase janë shirat që kanë rënë dikur, mbase janë kufumat e shirave, çdo gjë është e trishtuar sonte. Është e habitshme që poezia e parë e Frederik Kreshpes nuk botohet me emrin Reshpja. Botohet me emrin Sokoli, saktësisht Frederik Sokoli. Është fjala për një poezi shumë interesante të botuar në Almanakun Shkodra, i cili siç ka titullin botohej një herë në vit. Është fjala për Shkodra të vitit 1962. Kuriozet mund ta shohin në bibliotekën Marin Barleti të Shkodrës. Është një poezi e Frederik Kreshpes që flet për shekullin e 20. Dhe megjithëse jemi në vitin 1962, ai përmend një ndër vargjet e tij, llambat neon. Një kohë që llambat neon nuk ekzistonin. Pra është një pararendës, do të thoja, jo vetëm i imazhit, po edhe i vetë fjalës. Një fjalë e cila çarkullonte në Paris, një fjalë e cila çarkullonte në vendet të zhvilluara të Europës. Ai e solli në Shqipëri dhe realisht llambat neon kanë ardhur në Shkodra, po në Tiranë aty nga fundi i viteve 60. Frederiku këtë fjalë nuk e shkruar në bile neon, e shkruar nyon, me sa duket, kështu i ka ardhur atij fjala, apo ndoshta kështu shkruhet në gjuhën përkatëse nga Marraj. Edhe është këtë shembull për me tregu që Frederiku ishte shumë i kujdesshëm ndaj të rejave, pra vargu i tij nuk ishte i ri vetëm si formë apo si përmbajtje, po ishte i ri mes tjerash edhe gjuhësisht. Mos vëmendja në letërsisë, o ishte natyrës tij se e zotnot atë, e kupton? Dhe kur e zotnon diçka, nuk ke nevojë me rënd më saj, e kupton? Me pas ton kohë me aty. Dhe e dyta, ai kishte projekt tjera sepse ai është marrë me shtypshore për shkak. Ai ka pas në Tiranë, shtypshore e parë në Tiranë, shtypshore në Europë. Se fill sa mas 90, ai nuk e di me çfarë mënyrë është arriti me krijuar shtypshore. Dhe gjithë gazetat kryesore atëherë janë votuar te shtypshore e Europës. Ai ka pas bëgë financën atë kohë.
Sigurisht ka pas e kredina, gjana të tilla, borxhet që më thonë që i kanë normale në atë kohë, sepse me bëjë biznes 94-95, nuk jo shumë kush ka pas biznes. Edhe megjithatë, si në ato kohë, e kupton, ku njerëzit nuk kanë ditë se si menaxhohet pasunia, edhe leku. S'kan ditë, nëse kanë fitu lek shumë, po s'kan ditë ku mi quat të lek. E kush din ku mi quat lek, në fillan e harxhon. Edhe Mënej diku nga 98-a, mos gaboj, ose fije më vonë, pat një smundje, një atak kardiak, i cili e dëmtoj shumë dhe nuk arriti do të më qunë kam për me e majtë shushojnë. Atëherë kreditorët ja morën shushojnë komplet. Kur thëmë kreditorët, nuk e di kush janë ata njerëz, po histori e komplikuar ajo. Edhe nuk arriti me rimar më kur. I familjes ishte pronari i saj, por mandej meti jashtë. Meti jashtë me gjithçka. Po thuaj se nuk kishte investuar as një gjë, as shtëpi, as familja, as edhe i jepshin diçka të vogël këtë si sa më thonë, e kupton? Që dha atje më moshin e mas herët. Dhe nuk pati kush më kujdes për te. Sepse ka kënë edhe njëri pak vicios kështu, njëri pak që s'ka leju gjithkënd me u kujdes, domethënë. Ideja se nuk ishte i Zoti për veten e bante nervoz, e kupton? Ka thotë s'kam nevojë për kënd. Bëj vetë gjëra, e kupton? Ndërkohë që me vërtet nuk ishte i Zoti. Pati jetu të shtëpia shpëtimi disa kohë edhe ne rrishim afër, e kupton? Ndonjëherë jepshim edhe një honorar të përfitu se unë isha redaktori në Saus. Edhe botosha Ermasere e kam pagu për tej. Se më thonë, jo asaj çka i meritonte. Ajo është e pashmueshme, po për te tjerëve të paktën, në mënyrë që të ndihmu financiarisht ato pak, po ai kishte nevojë me jetu në kushtet e njeriu që ka nevojë për rehabilitim shpirtëror dhe fizik. Ai po të ishte një vend tjetër normal, e kupton? Aty do t'i duhej një apartament i vogël, modest. Një infermiere me u kujdes për punë të shtëpisë, edhe për shëndetin. Që me asgjë tjetër. Edhe një pension minimal. Rri në musk, sikur t'janë rrëzuar kohra për sipër. Gati për përjetësi. Nuk më flet. I ke premtuar vdekjes, e kuptoj. Por ti në këtë botë erdhe për mua, jo për qiejt. Kemi qenë për herë bashk që të ri. Dhe tani më le. Mua më trishtojnë stinat. Ti e ke ditur, edhe me botën më ndan një udhë me kilometra dhe të mi. Kemi thënë gjëra që s'kan për të kuptuar kur. Kemi ecur në tërë shekujt, para piramidave. Emrat tanë kanë qenë gdhendur edhe kur nuk kishim shkëmbim. Por këto s'kan për të kuptuar kur. Si unë gjitë, të dy kemi qenë gjithmonë të bukur. Por tani, je akoma më e bukur. Kështu, me pak vdekje në sy. Vetmia ti vjen edhe për faktin se ka qenë person solitare. Solitar që do më thonë njëri që ka pas qef në vetëve. Dhe është një vetëm, gjithmonë, i pa kuptum, i pa vlerësum, i pa dashurum. Pavarësisht se mund ta kenë dashur, mund ta kenë vlerësu. Por ai ishte i tillë, e kupton? Ai jetonte një botë tjetër, dhe normalisht unë i huj këtu, në 9 tanë me këmë punë. Gati, kështu ashtë që thot ai, ne jetojmë një botë tjetër, nuk është vendi jonë ky.
Edhe këtu nihen atë vetëm. Pavarësisht se duke bashku vetmit tona në këtë botë të huaj, ne ja kalojmë disi më mirë. Pra, vetmia e tij ishte zana fillore, nuk ishte thjesht sociale apo nuk ishte personazh sociale. Atë kanë rrethu gjithmonë njerëzit, në gjendje kur ka pas lek, kur s'ka pas lek, për arsye nga më të ndryshme, se ka kënë person shumë interesant. Frederiku ishte një mjeshtër i madh i dhënies ngjyrës, i kombinimit ngjyrës, një peizazhist i lindur, një imazhinist. Dhe gjitha kjo e bëri Federikun që të dallohej lehtësisht nga autorët e tjerë. Kush janë autorët e tjerë? Autorët e tjerë janë padyshim poetët e viteve 70, sepse pikërisht në vitet 70 shpërtheu fenomeni rreshpja. Një ndër këto poet ishte poeti Mojko Mzeqo, një poet tjetër ishte poeti Niko Kacalilla, një poet tjetër ishte poeti Gjavair Spahiu dhe një dyshe poetësh me emrin Noc, njëri nga Lezhë, Noc Gjetja dhe tjetri nga Tropoja, Noc Pableka, të cilët një mënyrë apo një mënyrë tjetër kriju një frymë të re në poezinë shqiptare, ku dallohej për imazhinizëm, për autenticitet, për originalitet të jashtëzakonshëm, dhe me gjitha për rebelizëm dhe për thyrje tabush, për mos përputhje me dogmen e realizmit socialist, poezia e Frederik Rreshpës. Nëse të gjithë këto poetë të tjerë patin libra të cilët çarkullun dhe patin një ehonë shumë të madhe, siç janë librat e Noc Gjetjes, apo librat e Mojkomit, apo librat e Noc Pablekës, të cilët me të vërtet i lanë një hovë e poezisë shqiptare, ndoshta e vetmi libër që shkoi në karton ishte libri i Frederik Rreshpës, i Zërim, i cili nuk u quajt pra libër modernist dhe nuk pau dritën e botimit. I nolli pra Frederik Rreshpës pikërisht ajo që i kishte nollur më përpara Migjelit në vitet 30 me Vargjet e Lira, të cilën cenzura e dërgoi në karton. Mas vitet 90 Federiku shpërthen edhe një herë me një vitalitet të jashtëzakonshëm dhe poezitë e tij nuk janë mua poezi. Ata janë elitarizëm dhe janë luks. Ata janë muzikë, ata janë pikturë, ata janë relaks, ata janë shërim i smundjes. Duke ecur në ajër atëherë kur vdesin ngjyrat mbi gjunjtë e muzgut, duke ecur mbi ret atëherë kur vdesin shirat, duke ecur mbi ujra kur vdes ania e bardhë, ngarkuar me tërë trishtimin e botës, ditë e natë si qifuti shkretëtirës. Duke ecur stapin e harrova tek një mjegull, apo në kopshtin e fëmirisë, ku barisnin të vdekurit dhe ngrohnin duart mbi flakën e trandafilave. Ishte një kohë kur pranvera vinte vetëm për mua, por duke ecur e ecur trandafilat u vyshken, tani ka kohë që pranvera nuk vjen më. Duke ecur e ecur, kam për të arritur atje prej nga unisa, me shenjat e goshtëve nduar. O Zot, që ky vrapim i çmendur në atë planet të largut, mbushur me pretorët komunist. Ai ishte njëri shumë i kulturuar, edhe jetonte kulturën e tij. Do të thonë, çdo moment ai e jetonte kulturën. Ishte fin. Ai arriti me kanë i pamllëfosun, do të thonë. Pas tona di kalvarit që kishte kalu, ai nuk jetonte me mllëf. Edhe nuk e tregote atë mllëf as në komunikim me njerëzit, as edhe në poezi. Më pat bë shumë përshtypje se javës edhe ditë para se më ndroi jetë, e kam pa të kalu te universiteti, edhe ishte tamam një moment ku kishte studentat që po e dynshin vendin. Edhe ai po kalote aty si i pa dukshëm, sepse as kërkush as po ja hallte shikimin, domethënë. Edhe po mendosh aty e pa këtë skenë, domethënë, që nesër mas nesit njëni për këtyne studentëve që as nuk e honeps, ndoshta edhe me drejtë në thojza, mund të bëjnë një doktoraturë për të. Sepse vetmia vjen edhe nga raporti me femrat. E kupton? Përmendë një gru herë më herët që përmendën në poezitë e veta, emri ka mundësi të jetë Saim i tij. Kupton? Po them unë, ndoshta është e vërtetë.
lidhet në nej përngjasim me Rusak, këtu. Me atë emër Lora. Por sigurisht që kishte diçka të vërtet. Mandej do të ketë pas edhe histori të tjera, e kupton? Po gjithmonë të shkurta se fizikisht kanë kënë, si më thonë, një person me trup shkurt në gjymtyr të gjata. Dorët i ka pas mëdhaja, ndërkohë konstruktin trupor të shkurtër, e kupton? Edhe kush e di për arsye për një tjetër mund të ketë shtu edhe deluzione në lidhje me femrat, po çrëndësi ka kjo, kjo nuk mund t'i sjellin ajo që thash për pak më përpara, e bën atë me përjetu këtë gjë. Ka qenë shumë i sigurt që ka marrë një kohë që poezia ka me vërshu dhe ka mu përhap dhe ekzistenca e tij ka marrë kuptim mas vdekjes. Dhe ky tendim në çdo varg poezisë tij ban si model sepse beson tek ringjallja për masit vdesin tek vlerat që do të fitojnë. Statujat e legjendave zbresin nga drurët që vdesin në musk. Ka shumë gjëra që vdesin në musk. Asnjëherë nuk kam për të sosur aty ku dua, kur nata i rrëzon urat një nga një. Besoj që zoq më nuk ka. As trëndafilat nuk u bën si vjet. Jo, unë nuk besoj në asnjë mbrëmje. Kjo ndofta vjen se të desha kaq shumë, në ato kohra kur mbrëmjet nuk kishin lindur akoma. Në krijimtarinë e tij, Frederiku nuk qe vetëm poet. Ai ishte edhe një romancer i jashtëzakonshëm me një roman të botuar në vitet 70, 73, ose nuk gaboj, Zëri i lashtë i Kasollës, një roman i mrekullueshëm. Dhe njëkohësisht është një autor i librave për fëmijë, do të kujtoj tani Trimi i fshatit bardh apo Trofta hutaqe. Trimi i fshatit bardh është një libër me tregime, ndërsa Trofta hutaqe është një libër me prralla të shkruara mjeshtrisht. Dhe Frederiku ishte njëkohësisht edhe dramaturg. Në vitin 1967 në përkujtimin për Skanderbeun, për 500 vjetorin e vdekjes Skanderbeut, ajo është autor e një drame të përbashkët ku 5 autorë të Shkodrës krijuan një dramë për Skanderbeun. Një dramë ku lahutari apo bardi i Frederik Kreshpes ishte si një fill bashkues që bashkonte dramën. Në ishte pjesa më e bukur e dramës, ky poetizëm që sillte në këtë dramë mikse, do ta quajë unë, apo të përbashkët, apo kompleks, të kontributi për Federikut në këtë dramë ishte pikërisht poezia. Në vitin 1972, teatri Migjeni mori që të vinte në skenë një dramë tjetër të Frederik Kreshpes me titullin Legjenda e Tokës, nëse nuk gaboj. Problemi shkoi deri tek afishet, por pastaj drama nuk u vë në skenë, për arsyen që sapo përmenda më lart, pra ishte një dramë që ishte poetike më tepër se sa duhet dhe nuk i nënshtrohej dogmave. Ma i mend nga kjo dramë një dialog që bajnë dy personazhe, kush po tërget e dritarja dhe përgjigja është janë degët e qershive. Pra është pranvera e degët e qershive me petalet e tyne, binë dritaret në përvazën e dritares si trokitje, si kur po tërket dikush. Dhe një personazh aty ka një monolog të mrekullueshëm, është Dava, ka emrin personazhja, më kanë mbetë në mendjen time, meqense aty është një tragjedi, aty vritet një vajzë e bukur, me sa duket unë sepse është e fejuar me dikë dhe dashuron dikë tjetër. Monologu i saj nuk do të harroj gjithë jetën sepse është shumë i bukur. Tek kërë i fshatit u ula dhe qava. Ky ishte fati im, desha dhe u vrava. Në të kohën Tiranë, sigurisht e njifnin, por nga fakti që Federiku nuk ka një vepër shumë të madhe, po e ka të madhe në vetvete, por nuk ka një vepër voluminoze, si më thonë. Edhe nuk ishte marrë në konsideratë se dhe ky se kishte ramë rapa ati muhabet, por poet të njifshin, sigurisht. Ribotimi, si më thonë, botimi i poezive të tia atëherë të Milosau, më edhe në suplementet tjera, filloj e rinëzorin pa, e kupton? Mrekullinë e vargjeve të tia dhe u kriju një lloj reshpizmi, si më thonë, e kupton? Fryme, reshpjane, e kupton? Në poezi, sepse duhet
duhet një vend ku të hedhesh ti, e kupton, gjanat tuaja. Sot ndoshta është Facebooku, është, e kupton, gjana të tjera. Edhe janë masivizuar gjanat, bile ka njerëz që t'imponohen me produktet e tyre letrare. Edhe kjo është një nga arsyet bile se jam larguar nga Facebooku, kupton. Se çdo faqe, çdo kuja bën si gazetë, kupton. Politike letrare, varet me çfarë merret njeriu. Edhe si më thonë, fillojnë e vjallin një tjetër bëhet nomi. Edhe cilësoj një tjetër, mashtoj një tjetër, në kupton është një virtualitet, si më thonë, i popa. Këto punë nuk mund vetë administrohen në tërësia. Do nëse s'bën një grup njerëzish që merren posaçërisht me përzgjedhjen, redaktimin dhe paraqitjen. Dhe gazeta vazhdon me kenë, apo revistat letrare vazhdon me kenë mënyra më mirë, apo blogjet letrare që mund të bëhen nga specialistë, që më thonë, njerëz që kanë eksperiencë. Në përzgjedhjen e kësaj pune, se duhet me pas shumë kulturë, shumë njohjesh, duhet me ditë, me njohë poezinë botnore që me vlerësu diçka. Se një person që s'ka kapacitet, jo në kuptimin e thithjes, po nuk ka kulturë mjaftueshme për me vlerësu diçka, i duket edhe një poezi e rëndon, i duket poezi e madhe, kupton? Se atë që ka drejtaren e pamjes. Është si me thonë, dikush që ka hyp majt malit, e kupton, e dikush që s'ka hyp kurrë. O ajër i mbrëmjes, mbështio më. Erdhi ora të vdes përsëri. Kur të mbyllen sytë e mi nuk do të ketë më det për varkët e lotëve. Po shkoj dhe shiret po i lët kyçur. Por do të kthehem përsëri në çdo stin që të dua. Unë kam qenë trashëtimi i botës. O ajër i mbrëmjes, mbështio më. Erdhi ora të vdes përsëri. Edhe rritet të shia këtë rivali, më shtetë e ati, më të kapelin shumë, edhe rritet, edhe thote, a i ke nga 3 letra që format të 3, dhe që është e 3, dhe a i shkrute, të beton, kërë shumë e sakte vërtet, a i shkrute 3 poezi, po pa me nëmi, sa i hati dora. Mas i shkrute, i gjute poshtë, i gjute kështu, Kryte me tasë. edhe u pështetë, të bëtë e. Ma me merë I merë dhe i shkrushe ato. Fredi ishte edhe dizenjator, po mi gjitha ishte piktor i ngjyre, sa nuk punonte me të verdhen, me të kuqen, me bluen, po punonte me ku e kaltra bahej gri, ku gria bahej zez, ku roza bahej ose e kuqe ose në rastin tjetër e bardhë. Duke lviz me këtë kromatik ngjyre, sa e kishte shumë të kollajshme pastaj të shkruante vargje që me të vërtet janë pa imitueshme. Alma më ka dhënë dorë një poezi, Allon do ta lexoj një mënyrë krejt çuditshme, do ta lexoj për smrapshtit. Shifni se si poezia për smrapshtit e Federik Kreshpës prap ka kuptim. Kam dëshmitar Agroni. Për emin, për të cilat zanafilla fajson gjëra të tilla, apo fëmijë të bukur, shira lulesh, si për shembull lumturia, gjëra që nuk ekzistojnë, po tani është tepër vonë të shpik lirika moderne. Sidoqoftë, unë mund të shkruaj. Shqipni që ka nëllë me Federik Kreshpën. Ka nëllë ajo që ka nëllë tek një poezi vetë me Vincenz Pranushit, të cilën do të recitoj për me tregu që poetet e mlaj bajnë me të vërtet gjana mallqëtore. Vincenz Pranushi, Pagja, flamur i bardh, zot të shtyllet në tana kombet, mërtnia jote në këtë shekull ashtu i ardh, zot shtyllet në tana kombet, flamur i bardh, Pagja. Kjo që ka nëllë me Pranushin, ja ku nëlli me Federik Kreshpën. Federik Kreshpja ka, për mendimin tem, rival Gadishush. Në qovë se në Gadishullin balkanik nuk ma mërmene që ka në i poet që i afrohet, në Gadishullin i Berik po, është një Federik tjetër, Federico Garcia Lorca. Do të recitoj vetëm 4 vargje, 2 vargje me sakt ekstrat të Federico Garcia Lorcas. Kal i plagosur, ku po e qën kalorësin tën të vdekur. Lexojmë Federik Kreshpën. Në një poezi emblematike për kalin.
cituar me shumë respekt nga Ismail Kadareja të shkrimi për Fredin. U plak kali i bardh, i lollur qëmuti, tër vdekje u rrezua në fushën me shi, rënkojnë heshtje, dhe vesh një pik loti se qrolli me dhembje mi dhe unezi. Për ta mbyllur fjalën time, nuk do të flasma, po do të përdori një fotografi. Këtu është Alfred Çapaliku, 17 vjeç, revista Ylli, viti 1969. Këtu është Frederik Kreshpja, në faqen tjetër. Diferenca midis nesh është 12 vjet. Qyteti nuk ndryshon, ndryshon gjinia. Këtu kam një poezi diletante, ndërsa ky ka një tregim satirik, lam të mirë ema. Qa du të them? Që Federiku është edhe një prozator shumë i mirë. Zëri i lashtë i Kasodhes, është i largët i Kasodhes, është një roman i një proze moderne. Aty flitet për një partizan që vritej 10 herë. Pse vritej 10 herë? Sepse po xhirohej një film për te, dhe do të gjani dubli maj përshtatshëm dhe një plak aty del boll e vrat. Sepse kujtonte që ngjarja është e vërtetë, është skena më e fuqishme që është kriju ndoshta në lojen me kohën, lojen me personazhin, me dublin, me atë që quhet alter egoja e personazhit. Këtë na ka sjell Frederik Kreshpja. Unë mendoj që është një poet që tepër e vështirë ka për t'i ardhur më Shqipënisë, sepse ai na mësoi imazhin e poezisë, na mësoi me qenë modern diktaturë dhe na mësoi diçka tjetër, që liria e fjalës qëndron edhe mbi burgun. Se sigurisht që ata që kanë forcë me depërtu do të depërtojnë letërsi. E Frederiku, se më thonë, ishte një prej këtyre majave. Edhe fakti që erë mas herët, jo vetëm të Milosau, pastaj edhe më vonë, u morë në përdor edhe u rikthy si fenomen. E kupton? Sepse gjaja mirë, se s'mën të tregthet, e kupton? E gjen shtegun për medalë. Atëherë, se më thonë, u morë edhe Hans Joachim Langshi me te, e përktheu në gjermanisht, dhe vazhdon të proponojnë faqen e tij në blogun e tij, se më thonë, është bën Allaj Reshpjan. Unë kam kaq nevojë për ty, më shumë se ky liçej për prejt. Se dora ime nuk ra rastësisht mbi supin tënd, si bien duart e shelgjeve të reja mbi supet e valve. Edhe nëse ndonjëherë ikën, mos e thuaj, ashtu si ikin dhe ndrojnë drejtim prejt, mos e thuaj, diku në brigjet e shpirtit tim do kumboj kënga e lashtë popullore e liçeneve të tharë, duke imagjinuar ardhjen tënde si ndër legjenda, në formën e shiut ose në formën e vesës, mbi rërën e orëve, bile mbi vite të tëra, se dora ime nuk ra rastësisht mbi trupin tënd, si bien duart e shelgjeve të reja mbi supet e valve. Edhe shkrimi i tij ishte shkrim dekadent. Aty filloi të ngjesë për poshtë. Tonë e kemë Rami, thëshëm, tonë e kemë rrezim, zona, aty kështu. Edhe mirë po, ky vepër ishte që shkruaj zona do nuk disha në fjalë se su dallo të shkrimi. I thosha, çka do të më shoh këtu, ai shikote thotë nuk di gjë. Nuk njifte shkrimin e vetëm. Ishte gjë kryve, se njifte. Domethënë, ai kërkonte 2 letra dhe shkruante 2 poezi. 4 letra, 4 poezi. Ma ne rritë 4 ditë pa shkruar gjë. Ma ne shkruante rresht. Nuk e di se si bëti këtë gjëra. Si duket ai propononte, ai kishte një lloj laboratori për mendje. Bilbil që rizgjuar në pyllin me pisha, pres të dritarja e zërit tënd që çelet në musk. Tutje shtrihet hëna, mbi një botë të mbushur me mungesën tënde. Pres dhe zemra më dhen, te dritarja e zërit tënd, në këtë musk xhamthyer. O shteg i gjelbër, po përse vallë, tër kjo pritje nxori thikën kundër meje. Ishin për cenzurën të pagëlltitshme dhe Federikun do ta quajnë në këtë rast edhe një poet i cili edhe u shfaq, po në njëjtën kohë
edhe nuk u shfaq. Pra ai është një poet që nuk e shfaqi kurrë profilin e tij të plot, sepse cenzura veproi mbi të. Dhe përveç cenzurës më vonë fatkeqësisht edhe burgu. Është një poet që fjalën e lirë ti e pati në maksimum dhe ju dështë pagunte. Kështu që është një poet i cili për te burgut, për te cenzurës, mbijetoi, u ngrit dhe sot nuk ka që e manas vdekja. Sot jemi mlell shumë vite, duket 7 vite mas vdekjes, nëse nuk gaboj, 9 vite mas vdekjes. Për fakti që nuk maj mend vitet mirë tregon, jo, kjo është mirë në Federikut, sepse duhet mos e pranojnë vetin e tij. Nana më duket shumë e largët, do të preferoj një numër tjetër folklorik, edhe 7 është numër folklorik. Edhe kjo tregon pra që Federiku më tepër pati jetë se sa pati vdekje. Unë mendoj që është tepër e vështirë që Federiku të vdes. Nuk kena marrë punë me Federikun në Shqip. Kena marrë punë me Shqipen. Na kena ndaj me te edhe si koleg, po e kena po edhe si një njeri misterios që sillet nëpër Tiranë në atë kohë, edhe që po kërkon diçka që i ka hup, po kupton. Unë kam pas shkruaj poezi një moment caktuar, po kur më pat marrë më shumë malli për Federikun, një poezi me titullin Eja, unë nuk e maj mend për mend, nuk shquaj me majt mend për mend. Një poezi që e du shumë, gegnisht e kam shkru. Edhe kanë pas disa simbole e poezi, kapelja, e tjerë rrugët e Tiranës, e ku po diun, dhe shiu i Shiroks. Dhe dimri në Shiroks, më thonë që është një poezi shumë e dashur për mua, e Frederikut. Edhe dhe leç di ku e kam atë poezi, kam hatë diku në Facebook, nga që i kam bërë Facebookun, e s'di dhe ku e kam. Po e kanë miqtë e mi, bo me dash me e gjetë. Se më thonë, Federiku është person i çuditshëm, shkrimtar i çuditshëm, poet i çuditshëm. I rrallë, dhe më thonë, ka arrit me shku në maksimumin që mund të bëjnë njëri mrena vetes ti me artin. Du me krahasu me Migjenin vetëm për një fakt. Dhe Migjenin nështë asë është interesu shumë për veprën, a që ka interesu tjerë për veprën e ti. Në gjasin të trishtimi, pavarësisht se lirik e ka trishtimin Federiku, kurse Migjeni e ka trishtimin i qanë, e ka revolucionar trishtimin, në farë mënyre, ka shpërthys, është ma gjakëzet, kurse Federiku është lirik, nuk pretendon me ndryshu asgjë me trishtimin e tij. Thjesht e vizaton bukur. Du me e krahasu me Migjenin për një fakt tjetër, se janë të dy shnetlik, e kupton? Edhe njerëzit shnetlik janë me humor të keq, gjithmonë. Federiku kene ku pasë i gjysë kunget mrapa. E kur thotë i mallku me art e kishte edhe për atë pjesën të mrapa. Dhe për faktin se kanë shkruar pak. Njëri për shkak kohës shkurt që jetoj, kushti tjetër për shkak kohës shkurt që u mor me poezinë. Që fëmijë e kam kuptuar se kisha lindur i mallkuar me art. Gjërat i shihja ndryshe. Në përshirat e vdekur, peshqit fluturonin deri çerdhjeve të yjet. Në vend të borës binin zoq në çdo dru. Era si ketër brente degët. Qante mi mua nëna shënmëria ime, ave nëna ime. Mos e pas njeri këtë fat. Kam dashuruar një afërdit në Olimpin e Trëndafileve, pastaj erdhe ti të rikje. Më vonë vije vetëm në përëndra si perëndit i lire. Kështu iku dhe rinia filigrami i djaleris i mallkuar me art. Mos e pas njeri këtë fat. Tani që po vdes dua vetëm një kryq të koka dhe të harrohem, sepse nuk dua që edhe pas vdekjes të më ndjek mallkimi i artit. Mos e pas njeri këtë fat. Po kur të vdes, portreti im ka për të shfaqur në përgjethe, se unë kam patur miqësi me çdo dru. Në stinën kur bin gjethet, do të bin lësyt e mi. Tani e tutje shirat janë lot e mi, mos e pas njeri këtë fat. I nodhen ata që nodhen, ai sikur met në Tiranë, kupton, kot, si met njeriu për njerëzsi. Kupton? Mandej u kthy siç e më ka thonë edhe vet, po shkoj tha çam komet, me tur shkollës pastaj.
du me vdeka tjetër. Që më thonë, e kishte vore edhe ai që fundi kishte ardhur. Ajo matë vetin kam me ato, si më thonë, iluzionet e tij për me bëu prap gazetë. Kupton, si njëri që është rrëzu gati me të ngjamin apo në Bonapartin që, kupton, urzu nga pushteti, e futën në Elbë. Shkoi edhe herë mori Parisin, kupton, humi Waterloo, pastaj e çon te ishur atje. Dhe atje, po ashtu në Shtan Elen, nuk e ka praktikisht kur idenë e rikthimit. Dhe një farë mënyrë Parisi i Frederikut ishte shqipshtronë Europa. Po e kishte kënë në majën e tij të lavdisë edhe financiare, kupton, se njeriu në këtë botë, se më thonë, e llogarit nga një herë veten edhe kur ka pushtet financiar. Po pas lek shumë, për kohën. Po një jetë me, imagjino, të prote dhe në të pikë, ta mërte 7 bodyguarda, tre makina që qoshin njëra këti, kishte si duke të atë qefin që njerëzit të kishin, ja thjesht nevojën, po t'i sidheshin aty. Po ke njëri shumë autoritar, me sa më kanë thonë, do miqë që kanë punu në atë kohë me te, e kanë pasë edhe frikë, se më thonë, një përmjërë, po kanë një rep. Por kona tjetër, shumë njerëz kanë përfitu nga fakti që ky s'ja vete veshin gjëra të vogla, kupton? I vjedhshin për shembull në gjëra. Pra nuk ishte person që merrte masa, ishte vigjilent ndaj atyre njerëzve që na rrethojnë shpesh kur kena pushtet ose parë, që vinë për me na zhbat, jo me na ndihmu, kupton? Që janë servilat, që janë hajdutët, që janë njerëzit potë që do në përfitu. Sepse edhe ky veti jo është, si më thonë, se kush e di pse. Du me diftu edhe diçka, se janë shumë gjëra të lezetshme që do të thënë e portretizojnë figurën e tij. Për shembull, në momentin që kohën që ai kishte shqipshojë dhe kishte parë, do të mirë, okay. I shkon një shkrimtar i cili në një me një dorë shkrimi i thotë më botu, thotë. Po më thotë Fredi, a bëjmë një kontratë bashkë, po. Edhe bëjnë kontratë, xhap. Firma shtu, po, 600.000 lekë të Fredi ke për librin. 600.000 lekë ishin shumë, janë në vitin 95. Ai merr lekë, i gëzum, thotë kur do botohet libri, pa marruaj fjalën mirë, Fredi, siç e ka do shkrimin e shkryen e hedh në kosh. Më shkryve librin, i thaj. Po ata bleva, tha po. Po çfarë tash i rregull, s'ka po të diku tjetër, çdo ku prik këtu i tha. Dhe qiti për jashtë. Te gjë ka bësh shpesh. Fat. Unë për fatin tim pikëllohem vetë. S'duhet pikëllohet kush për fatin tim. Më ndjek pas perëndia humjes, me mërmjerin e thyer në luftra pa kuptim. Mirë po unë jam pagani vjetër. Për këtë fat keq nuk ndjehem mirë. Çdo njeri e ka një fjalë ku vë kryt. Ka me dhonë në prehje dhimbjen time. E çdo të preferoja tjetër përveç luftës, i ndjekur pas nga ky fat budalla. Vërtet që kam fituar shumë pak në këtë jetë, por humbjet i kam patur të mëdha. S'duhet të trishtohet kush për fatin tim, se për fatin tim trishtohem vetë. Mërmjeri i thyer i perëndis humjes, tër lavdia ime, kjo ka për të qenë. Më e rëndësishme është Erzi apo Ezra? E kisha fjalën për Ezra Pound. Tha, Ezra mor birë çfarë Erzi? Se Ezra e ka Erzin mrena, tha. Mandej po që pyetje, është më mirë me keni paralizum apo i parealizum? I paralizum mor burr ku ma merr. Ja u ktheva përsëri në Shkodrën e mbretërve, ngritur gurgur, mbi supet lakuriç të një gruaje nga vëllezërit tradhtar. Mbi degët e shirave këndojnë zogjt. Nën pemën e mallet mesditës, gjethet verdha bien mbi shpirtin tim. Pastaj unë hel drejt qiellit për të bërë një vjesht. Ah, kur ishim të rinj dhe të bukur. Nuk na vajti mendja kur të bënim një vjesht. Por ti, tani nuk je më. Tani ti je në fillim të stingve. Ndaj nuk më intereson loja e ajrit dhe e diellit, që ngrihet mire si mbi një sofër paganësh. Shfaqen në muzikë trëndafilet e thurur me diell. Ah, tani dhe trëndafilet na kujtojnë kamionet me djemë të vrarë. Sa të bukur dhe të rinjishin, oh zot. Miropafshim o djemë në një planet pa diktatur. Në ajër,
shfaqen patriarkët e poezisë shqipe, Bogdani, Fishta, Mjeda dhe Migjeni, etërit e mi sillen në për ajër, se varret ua kanë thyer. Tani edhe mërmjeri i zërit tim është i thyer. Tani që erdhi mbrëmja, statuja e natës troket në dritarin e vjetër Gjamthyr. Ata që dogjën Trojen, ike në një det bronzi, me statujat e arta. Ndej një vetëm një aed i verbuar nga zjarri, me emrin Pelazg Omer. As një grek nuk e pranoj në anije rapsodin plak, atin e tërë poetëve, ndaj u nis drejt perëndimit. Në fshatin më të parë, Dardanet i dhanë verë, dhe ju luten të këndonte për Patroklin, dashnorin e Akilit të bukur. Këndo o muz mënin e Akil Këmbëshpetit. Këndoj poeti i verbuar nga zjarri që dogji Trojen mallshtore. Pas sa vitesh, rapsodi Pelazg vdiq, dhe e varrosen nuk dihet mirë. Në Tebë, në Athinë, Hiroshima apo New York. Gur Iran peshon vend vetë dhe gjithmonë kam thënë që kjo fjalë nuk e ka gjetë zbatimin te figura hoqstem. Noshta, kjo ka qenë përgjigje që unë i kam dhënë me mend se lindhi noshta edhe në kohën e gabuar, po sidomos në vendin e gabuar. Dhe besoj se mjafton me thonë që sot me hap librat e letërsisë, tani shkollat 8 vjeçar, 9 vjeçar ose gjimnaze, nuk mundesh me gjetë këdo shkrimtar, por nuk mundesh me gjetë Frederik Reshpin. Sidoqoftë ky mëngjes do të më vdes ndërduar. Sidoqoftë njerëzit do ta shpikin disi një mëngjes. Ashtu siç kanë shpikur detet, yjet, shiun dhe shumë gjëra që nuk ekzistojnë. Nata është hija jote që ti nuk arrite do të ta mbledhësh ende. Nata është hija jote që ti nuk arrite do të ta mbledhësh ende. Sidoqoftë, unë mund të shkruaj lirika moderne, por tani është tepër vonë të shpik gjëra që nuk ekzistojnë, si për shembull lumturia, apo fëmijë të bukur, shira lulesh e gjëra të tilla për cilat zanafilla fajson Perëndin. Është një poezi shumë e bukur e Federikut që i kushtohet një figure aq të afërt, e quajta figurë sepse e preferojnë shumë piktorët. Nuk mund ta quaj kafsh, e quaj figurë, është fjala për kalin. Të gjithë piktorët e kanë si një ushtrim dore, e kanë si një element shumë të afërt, ashtu siç është i afërt kali për njerun, ashtu edhe për vizatimin e piktorit, çdo piktor e vizaton kalin përmendsh. Jo rastisht Skënderbeu ynë është Mikal. Çdo skulptor do ta kishte tepër të vështirë ta pozonte Skënderbekun Mikal, po gjithnjë themi Skënderbegu Mikal dhe kur nuk themi Kali në Skënderbeun. Sepse ky kal ka një rol të jashtëzakonshëm, jo rastisht Kali i Skënderbeut në Tiranë apo edhe në krye është ngritur kas, që tregon që Skënderbeu është në sulm dhe kur nuk është në mbrojtje. Pra, poezia e Kalit, të cilën do ta recitoj tani, është një poezi vërtet shumë e bukur, sepse ky kal nuk është Kali, ky kal është vetë Frederik Reshpia. Ky kal është artisti i cili vun dhe vun më tepër se Kali. Do të lexoj vetëm 4 vargje, po në këto 4 vargje është një varg i jashtëzakonshëm, vërtet, sepse ky varg shpreh pikërisht pikëllimin universal të njeriut në këtë raport njeriu kal apo kali njeri. Ky varg është vlerësuar shumë edhe nga Kadareja në studimin e tij të fundit që bën për Frederik Reshpin. Po lexojmë poezinë dhe pastaj kam dëshirë ta krahasoj me një poezi të një Frederiku tjetër. Federico García Lorca, poet i madh spanjol. Frederik Reshpia, Kali, fragment. U plak kali i bardh, i lodhur qëmoti. Tër vdekje u rrezua në fushen me shi. Rënkoj në heshtje dhe veç një pik loti, se qërolli me dhembje mi dheun
e zi. Federico Garcia Lorca, viti 1933. Kalli plagosur. Ku po e qënë kalorësin tënë të vdekur? Kam përshtypjen imazhinizmi i këtyre dy poetëve është i njëjtë. Të dy flasin për një dhimbje që kalon përtej hapësirë që ka patkoj i kalit dhe kalon tek një patkua tjetër. Patkoj i fatit që i vëmë shpesh në përdyert e shtëpive tona. I me zonjë, si doja dal pa ty në këtë botë, i mallkuar me pavdekësi, si patriarkët e mërzitshëm biblik, duhet t'i kesh parasysh disa gjëra, tani që nuk je më. Është një rrekje për me thanë pa thanshme, për me e kapët. Sado që normalisht në atë rrekje mund t'jetë vetë pa thanshme. Çdo poet i mirë e din këtë gjë. Prandaj Alfredi thotë që jam mallku të bë art, jam me mallkimin për me bë art. Se realisht këtu ose ky Albani, Elona, tanë ata që shkruajnë e din që frymëzimin se zën fjalë. Rozafa e din që frymëzimin kur vjen fjala nuk e zën. A gjë më e vështirë, vujtja më e madhe për një poet, ku frymëzimis kur e din që fjala se zën frymëzim atë dritë që ka. Në atë shtek ku kaloj unë, e ka kasollën vjeshta. Bile, gjitha stinët janë fqinj. Një Beng, një Stradivarius më mëson mua folklorin e zogjve. Kasolle prej hane, në qiellin të rëshi, pik pik miqatin e kaltër, trishtimi i djalërisë. Meti tek xhami i plasur i dritares sate, vështrimi im i thyer. Unë vetëm u bëj nga një vizitë stinëve o njerëz, kurse zemrën e kam tek ju. Federeshpja shërben për mendimin tem si një shkollë letrare, jo e imitueshme sepse nuk mund të imitohet dot, por një shkollë që na mësoi ne që arti i madh bëhet edhe në diktaturë, një, modernizmi bëhet edhe me mjete jo akademike, jo shkollore, jo libereske, jo të mësume, por që të bërojnë. Dhe e fundit, Federeshpja na mësoi ne që folklori mund të reaktivizohet. Kam parasysh poemin e tij të mrekullueshëm Rapsodi shqiptare. Qysh në titullin e saj, një ndër krijimet më të bukura të Reshpes ka Rapsodin. E trajtuar pak a shumë si rapsoditë e kompozitorëve të mëdhenj të botës, që i vënë numra, Rapsodi numër 1 në la minor e kështu me radhë. Ndërsa vetë kjo poem e mrekullueshme, Rapsodi shqiptare, fillon dhe mbaron si me një qelës me fjalën Enise. Fjalët që përdor Rapsodi për të bërë lidhjen e Muit me Halilin, lidhjen e Halilit me Gjergje Lezalin, lidhjen e Gjergje Lezalis me Ajkunen, lidhjen e Ajkunës me Arnaut Osmanin, dhe në fund lidhjen e të gjithave bashkë me baladën e morimit të Rozafës, me cilën unë po kam qef që ta myll bisedën time. Kush është Federiku? Federiku nuk është asgjë tjetër, por është ai djali i vogël që pin tek gjiri i Rozafës. Rozafa është Shkodra. Sigurisht në tonë kërkim poetik, ai kërkon Zotin, nuk kërkon gjë tjetër. Do të thonë, sidomos në letërsi, që kena të bëjmë me fjalën, detyrimisht kur puna, kur më rrini kur në caktum, do të kërcasësh në derën e Zotit, nuk ka rrugë tjetër. Për me pa i fije ma shumë. Kësë është puna. Dhe gjitha këto poezia në trokitje. Janë edhe hapjet perdeve që Zoti ju bën, disa njerëzve që trokasin në derën e tij. Dhe ju dhuron imazhe, ju dhuron metafora, momente të jashtëzakonshme krijimi. Në tonin e tij, siç thash më,
profetik, ka momente kur është flet me një ton autoritar për Zotin. Pra nuk është ai në fakt, është gati, sikur flet Zoti me gojë ti. Me lapës ti, me dorë ti, ja çon dorën ashtu. Sepse toni shihet në mënyrën se si kompozohet një vepër. Çdo tekst ka tonin e vet. Kupton? Nuk mund është një vepër që është e shkruar për një qëllim me gjak ftoft, a kupton? Ose është shkruar me gjak ftoft, nuk mund të më dhon ton më tepër se sa ka shkruar ai i Zotit punë. Pra, çdo tekst ka një ton. Dhe toni i tij shpesh ishte rrep prej Perëndisë. Dhe i sakt për Perëndisë dhe i drejtë për Perëndisë. E kupton? Janë disa njerëz që Zoti ja lejon, disa gjëra nga vetja, disa cilësi. Si të shtanë me në kohën nga një cilësi, ose nga shumë cilësi, e kupton? Që i kena në Zotit, ne i kontrolluaj qysh fillim, por disa me jep cilësi të cilat vetëm ai ka dhe nuk i kanë tjerë. Dhe aty dallon, se më thonë, se kujt e ka hap perden më shumë e kujt më pak. Sepse fjalët janë pronë e tij. Letërsia është pronë e tij. Krijimi letrar në formë mënyrë është imitim i krijimit në real që i bën Zoti, që ka bën dhe vazhdon me bën. Kështu që këto gjëra nuk krillshohen kujtdo. Dhe sado që për shembull çon disa pika, do të them disa kokërore, dhe për njeriu janë shumë, për njerëzimin janë shumë. Edhe du me thonë këtë që vjen një moment shkuar nuk lëshon më, sepse një që banë ti me pas, edhe një që dëne me të dhanë, ku ma në i tip vazhdon të usërolate të kërku prapë, sepse kjo është një marrëdhënie që nuk maron kurrë. Frederiku e vazhdon këtë marrëdhënie me Zotin, është normale, sepse ai është diku, Zoti e din, e kupton? Edhe sigurisht që ai vazhdon në një mënyrë, është natyrë, është ashtu është kriju për Zotin, i tillë. Ai vazhdon me kërku Zotit gjëra të tjera dhe ndoshta Zoti ja ka perde të tjera. Ku ishe ti? Ku ishe ti kur dola vetëm në hënë? Në çën barisje vallë? Ku ishe ti kur vizitova profilin tënd, në xhamin e muzgut që krisi dhe u thye me trishtim? Pastaj erdhi nata e mbushur me mungesën tënde. Pastaj erdhi prap nata, dhe kështu ka për të qenë deri në ditën e fundit të netve. Zbritat e kroi, duke mbajtur në duar vazën delikate të agimit. Pash sytë e dy të ruajtur në kujtesën e ujrave. Lisi plak lëshoi përdhej kurorën e vjeshtës, si një sovran që abdikon. Ani, mua më zuri ky mokim. Po qysh bën pylli pa ty? Si del vjeshta? Andofta nuk do të ketë kur më vjesht? Atëherë në emër të kujt do të bien gjethet? Në emër të kujt do të vinë shirat, mjegullat, ylberët? Ah, zemra ime, eja vërdor mbi stinat. Ky ishte reportazhi që kishim përgatitur për ju sot. Retransmetimin e parë të këtij emisioni ju mund të ndiqni nesër, pra të dielën në orën 12:30, ndërsa retransmetimin e dytë mund ta ndiqni të premten e ardhshme në po të njëjtin orar, 12:30, ndërsa unë ju lë takim përsëri të shtunën tjetër në orën 20:45. Deri atëherë, mirupafshim.